Ne kemi hap edhe në formë online këtë peticion, po edhe në formë fizike, do të thotë në për të gjitha degët apo selit tona që i kemi në për komunat tona, neve që i kemi dërguar ato fizikisht, do të thotë i kemi peticionin në formë fizike, po ashtu edhe në faqen tonë që kemi zyrtare, e kemi plasuar aty këtë peticionin online. Online o diku nëse s'gaboj mbi 20.000 dikun ka, ashtu afërsisht 20. Fizikisht nuk jena sakt, numër për shkak se është veç të ndodhë, është në proces edhe nuk kena marrë në informat se sa është numri. Por është një interesim tepër i madh i qytetarëve me nënshkru peticionin. Qëllimi jonë është me mri dikun ndoshta rreth 1 milion nënshkrimi me marr edhe me dërguar në gjykatën speciale sa më shpejt që mundem. Edhe ideja prej asoj dite që ne kemi vendosur me publiku peticionin tonë, e kemi parapash që jo më shumë se një muaj për shkak se vetëm jena në fazën përfundimtare, sa më shpejt duhet ta dërgojmë peticionin në formë shkruar në gjykatën speciale. Prandaj mendojmë që është tepër e qelluar, sepse ne si qytetarë të vendi, të cilët e kena dhënë mundësinë mu themelu këtë gjykatë speciale përmes deputetëve tonë, që kanë ngritur dorën në atë kohë, sot po i thojnë jo kësaj padrejtësie, sepse ju e dini që devijojnë nga misioni i saj gjykata. Prandaj mesazhi i qytetarëve tonë tash përmes peticionit do të jetë që s'mundesh me vendosë në emrin tonë, sepse na keni mashtruar, na keni thonë që këtë gjykatë do ta themelojmë për diçka tjetër, keni kaluar diçka tjetër, prandaj është tepër e rëndësishme në një farë ne nuk dojmë asnjëherë me ndërhy në drejtësi, po është drejtë jona legjitime, kushtetuta na garanton që me i thonë që është e padrejtë kjo që po bëni atje. Aktivitetin tonë kundër kësaj padrejtësie nuk do ta ndalim deri në ditën sa bashkëftarët tonë kthehen në shtëpitë e tyre. Prandaj pas peticionit do vazhdojmë me avokim. Do të besoj që do të kemi pothuajse të konfirmuara disa takime me disa personalitete ndërkombëtare. Edhe po besoj që shumë shpejt do t'i publikojmë, prandaj jo aktiviteti nuk do ndalet asnjëherë, pse jo me protesta tjera, por derisa të vinë bashkëftarët tonë në shtëpitë e tyre, ne nuk do të ndalim, kemi obligim me qëndru afër atyre, me japim mbështetje, sepse lufta jonë ka qenë e drejtë dhe e besojmë pakaqësinë. Në fakt, çka do që ndodhë në atë gjykatë, më nuk e besoj më asoj drejtësie, sepse na ka dhënë prova që është ndikuar politikisht, e këtu prova tani që po flitin prej prokurorisë janë tepër tolta. Do të thotë ata kanë shkuar domethënë as larg sa me përgjigj çdo bisedë të presidentit këtë rast edhe të atyre tjerëve të akuzuar që janë. Ne fokusin e kemi te gjykimi tjetër do të që ndodh. Tu janë se besoj që ka me gjetë ose gjykata spaku ka me marrë vendim sa i përket kësaj çështje, po fokusi jonë është gjykimi që për akuzat që pretendojnë që kinë se ushtria shqiptare e Kosovës pas ka qenë kriminale.